Në rjoll të Velipojës, banorët akuzojnë strukturat e shtetit për ndërhyrje policore, refuzim informacioni dhe devijim hetimesh lidhur me 150 hektar tokë shtetërore dhe private. Ata kundërshtojnë vendimet e institucioneve që kanë kaluar kallëzimet nga SPAK në prokurorinë e Shkodrës dhe që kanë rrëzuar kërkesat për pezullim punimesh. Në qendër të akuzave qëndrojnë Bashkim Ulaj dhe Fatmir Zenel Shpellzaj, për të cilët kërkohet hetim penal për dokumente pronësie të dyshuara si të falsifikuara. Lidhur me tokat në Baks Rjoll të Velipojës, banorët pretendojnë ekzistencën e një skeme bashkëpunimi mes institucioneve të drejtësisë dhe policisë së shtetit me qëllim mbrojtjen nga përgjegjësia penale të zyrtarëve të përfshirë në procesin e pronësisë dhe ndërtimit të resortit. 4 zhvillime konkrete shoqërojnë këtë situatë. Prej 2 javësh, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda ka dislokuar forca të shumta policie në fshatin Rjoll Velipojë. Banorët deklarojnë se policia ka ndërhyrë për shpërndarjen e protestave kundër ndërtimit të resortit. Drejtuesi i SPAK, Lodian Brahoe, ka kaluar për kompetencë në prokurorinë e Shkodrës kallëzimin penal të depozituar nga banorët e Rjollit. Një javë pas këtij vendimi, gjykata administrative rrëzoi kërkesën e banorëve për pezullimin e punimeve të nisura nga Bashkim Ulaj. Kadastra e Shkodrës sipas banorëve nuk u ka vënë në dispozicion dosjen e plotë të pronësisë së tokave ku po ndërtohet resorti. Banorët e Rjollit akuzojnë gjyqtarë të Shkodrës dhe drejtues të Komisionit të Kthimit Pronave për njohjen dhe dhënien e 150 hektarëve tokë shtetërore dhe private në favor të shtetasit Fatmir Zenel Shpellzaj përmes dokumenteve që ata i konsiderojnë të falsifikuara.